Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit dhe Policia Bashkiake e Vlorës zbarkuan sërish KTT në zonën e Lungomarës për të vijuar aksionin e nisur gjatë muajve korrik dhe gusht për lirimin e hapësirave publike. Operacioni, i cili pati një valë të parë intensive gjatë sezonit veror, është rikthyer tashmë në qendër të vëmendjes pas konstatimit të rasteve të reja të zënjes së hapësirave publike, veçanërisht e kryesisht me strukturat palishme, tavolina, kioska të improvizuara, si dhe objekte tjera që bllokojnë lëvizjen e qytetarëve dhe këmbësorëve. Sipas informacioneve paraprake, çdo subjekt që nuk pranon të lirojë hapësirën publike brenda afatit të kërkuar, atëherë do të përballet me masa administrative, gjobë dhe procedura të tjera ligjore. Autoritetet theksojnë se qëllimi i aksionit është garantimi një hapësire të hapur dhe të aksesueshme për të gjithë, si dhe respektimi i rregullave urbanistike në një nga zonat më të frekuentuara të qytetit të Vlorës. Aksioni pritet të vijojë edhe në ditët e ardhshme, ndërsa kontrolli do të shtrihet në të gjitha zonat bregdetare të Vlorës.